Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka pranuar para bashkëpunëtorëve të tij më të afërt se Izraeli ka shumë pak hapësirë për të ndikuar në vendimet e presidentit amerikan Donald Trump lidhur me Iranin. Sipas Reuters, Netanyahu është i shqetësuar se negociatat mes Washingtonit dhe Teheranit po zhvillohen kryesisht pa përfshirjen direkte të Izraelit, ndërsa administrata amerikane po kërkon një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit që shpërtheu pas bombardimeve amerikano-izraelite kundër Iranit rreth 3 muaj më parë. Burime izraelite bëjnë të ditur se marrëveshja fillestare parashikon hapjen e ngushticës së Hormuzit nga Irani në këmbim të heqjes së bllokadës detare amerikane. Më pas, pritet të nisin negociata të reja për programin bërthamor iranian dhe çështjen e uraniumit të pasuruar. Sipas burimeve iraniane, po diskutohen formula kompromisi, përfshirë hollimin e uraniumit të pasuruar në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Netanyahu kërkon që Izraeli të ruajë të drejtën për të vazhduar operacionet ushtarake kundër kërcënimeve rajonale, përfshirë sulmet ndaj Hezbollahut në Liban. Ky kusht, sipas analistëve, mund të rrezikojë marrëveshjen nëse Irani kërkon ndalimin e plotë të operacioneve izraelite. Trump dhe Netanyahu kanë zhvilluar të paktën 3 biseda telefonike gjatë javës së fundit. Pas një prej telefonatave, Trump deklaroi para gazetarëve se Netanyahu do të bëjë gjithçka që i them. Ndërkohë, tensionet mes Izraelit dhe Hezbollahut vazhdojnë pavarësisht arpushimit të 16 prillit, me sulme ajrore izraelite në jug të Libanit dhe sulme me dron nga Hezbollahu ndaj veriut të Izraelit. Marrëveshja e mundshme SBA-Iran vjen në një moment delikat politik për Netanyahun, ndërsa sondazhet tregojnë se ai përballet me rrezikun e humbjes në zgjedhjet e ardhshme.